Stina e Vjeshtës është shoqëruar me një rritje të numrit personave të cilët janë prekur nga virozat e stinës. Në pavionin e pediatrisë paraqiten mbi 100 pacientë të vegjël në ditë me simptoma virale. Mjekja e shërbimit të pediatrisë thotë se rikthimi në shkolla u shoqërua edhe me një rritje të përhapjes së virozave. Përpastoi shtrimet në spital në këtë periudhë janë dyfishuar. Me thënë drejtën që nga fundjava e kaluar është rritur numri i rasteve në pediatri. Në 24 orë kalon mbi 100 paraqitje në urgjencën e pediatrisë dhe është rritur dhe numri i shtrimeve. Viroza gastrointestinale ja la vendin virozës respiratore, e cila komplikohet edhe me bronkopneumoni, me temperaturë, me otite, me faringotonsilite, dhe këta shkaqet që ne i shtrojmë fëmijët kur temperatura persiston dhe gjendja e fëmijës nuk është e mirë, janë rastet që ne i kemi të shtruar në pediatri. Veç rasteve me virozat e stinës, mjekët kanë hasur edhe një rritje të numrit personave që preken nga COVID-19. Por në pediatri, pavarësisht shpeshtimit të kontrolleve, mjekja pediatre thotë se nuk kanë evidentuar raste. Në vijim, zonja Palloshi përcjell edhe këshillat për prindërit. Të kenë kujdes me kontaktet, të kenë kujdes kur kolliten, kur të shtiten, patjetër që dietën e fëmijëve ta kenë kujdes dhe të menaxhojnë mirë temperaturën dhe të shikojnë situatën. Pra, mos të shqetësohen për një temperaturë të thjeshtë, por nëse shohin që fëmia ka temperaturë, por gjendja e përgjithshme nuk është e mirë dhe ka shenja të tjera si të vjellat, barku apo alterimi i gjendjes së përgjithshme nuk është mirë, atëherë kërkojnë patjetër këshillën e mjekut. Sipas specialistëve të shëndetësisë, mënyra më e mirë për të mbrojtur nga gripi apo ftohjet e ndryshme është vaksinimi, që rekomandohet sidomos për personat të cilët vuajnë nga sëmundje të ndryshme apo kanë probleme me imunitetin.